Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka një dua shumë të mrekullueshme dhe shumë bukur ku thot: "O Allah, më jep dobi prej asaj që më ke mësuar mua dhe më mëso atë që ka dobi për mua." Kjo na qartëson edhe konceptin e diturisë në botë kuptimin islam. Siç mund ta kuptojmë edhe nga duaja e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, besimtari ka dy aspekte në marrëdhënien e tij me diturinë. Nga njëra anë, ai është vazhdimisht në një proces mësimi duke e shtuar diturinë, por nga ana tjetër ka një kujdes shumë të veçantë që të ketë dobi nga ajo dituri që ka akumulu. Sepse fatkeqësisht ka shumë njerëz që i thojnë vetes akademik, ka shumë që mbajnë titull profesor, por ata janë në armiqësi me Zotin dhe argumentet e tij. Ata bajnë propagandë ditë natë kundër fjalës së tij. Ata janë si gomari, bartin libra, por nuk dinë se çfarë mbartin. Besimtari nuk kërkon një dituri që t'i bëhet barr dhe të bëhet kundër tij, por kërkon një dituri që t'ja shtojë njohjen ndaj Zotit dhe ta përdor për ta përmirësuar jetën tokë, për ta vënë shërbimin e njerëzve dhe për të përhapur drejtësinë, mirësinë, lumturinë. Jo njeriu me e bart diturinë, por dituria me e bart njeriu, drejt Allahut, drejt mirësisë edhe drejt lumturisë, në dynja edhe në ahiret. Eyvallah.